Dje ke qollë prosën që ka ndodhur, i qëndroj tërsi, kjo është avukatit. Po ashtu e kuptojmë faktin se çfarë do dënimi nuk mund ta ngushëlloj polën e dëmtuar. Një morë me analizu mirë punën e super ekspertizës, dhe super ekspertiza jep shumë detaje, shumë rrethona, da unë gjyqtarët e Ferizojt nuk kanë marrë vendim në bazë të asaj. Nga kjo që është penale, kanë humbur jetën 5 persona. Në gjykatën e apelit është zhvilluar seanca ndaj Erton Musliut, i cili ishte dënuar nga shkalla e parë e gjykatës me 7 vite burgim për aksidentin e shkaktuar në magjistralin Ferizaj Shtime në vitin 2021. Nga ky aksident kishin mbetur të vdekur 5 persona, ndërsa 2 të tjerë ishin lënduar. Gjykata themelore në Prizren dhe Parlamenti Përfimin Karanda me arkikimin e nxjerrë e ka shfaqur këtu të akuzorin Erton Musliut dhe të mjedit për shkak të veprës penale dhe e rikualifikuar në veprën penale nga neni tërsin 7 paragraf 5 në paragraf 1 të këtë të këtë. Dhe deklaratët të dhënë në të gjitha fazat e procedurës të mëhershme të cilët e mbajtë, ka në përfundim se akuzoi është fajtor për shkak të veprës penale për të cilën shpallë fajtor, dhe me këtë çështje penale ka bërë dhe vlerësim në ekspertizës duke në të cilën është konstatuar se lëshimet e drejtuesit të automjetit Audi A8 kanë qenë evidente dhe janë vërtetuar edhe nga super ekspertiza e komunikacionit e cila është pjesë përballëse e kësaj çështje penale. Mirë po, gjykata e shkollës së gjithmonë ka pasur bashkë nga kjo çështje penale, kanë humbur jetën 5 persona dhe se mënyra kryesë e kësaj vepre penale ka qenë më e ashpër. Ankesë në këtë çështje penale ka ushtruar avukati Dardan Hakiu për shkak të shkeljes esenciale. Përndryshe, në këtë çështje penale ankesë ka ushtruar dhe për falsifikim të autorizuar falje të dëmtuara për shkak të vendimit për dënim, duke propozuar që akuzuari të shtohet dënim sa më i ashpër. Ishte kjo për pika shkuta paracitja për bashkës së gjykimit, shfaqë se pare pashtë dhe ankesa të paracitja për gjykimit. Vazhdojmë fjallën ka përfaqësuesja të fazës votuar. Faleminderit. Ne shndrojmë në tërësi pranë pretendimeve të parashtruara në ankesë. Ankesën e kemi përpiluar vetëm duke pasur parasysh edhe kufizimit ligjore mbi dënimin përkatësisht sanksionin penal. Si përfaqësuese e palës së dëmtuar, konsiderojmë se rikualifikimi i veprës nga dashja eventuale në pakujdesi të vetëshme nuk paraqet realisht një vendim të drejtë dhe të lehtëshëm. Në ankesën e parashtruar kemi argumentuar të gjitha pikat sepse veprimet e të pandehurit në këtë rast nuk paraqesin pakujdesi për paraqesin dashje eventuale dhe si rrjedhoj kemi kërkuar që gjykata e shkallës së dytë të marrë një vendim më të ashpër, duke pasur parasysh edhe kualifikimin si në akt akuzën e prokurorisë. Vazhdojmë të dëmtuarin që është prezenti me Ramadani, ju e ndëgjuar të përfaqësuesen, a fajtohesh tërësi me ato që e ka thonë, apo ki diçka më shkurtërisht? Po, fajtohem në tërësi. Në morë me këshyrë gjykatën e apelit, në morë me analizu mirë punën e super ekspertizës, dhe super ekspertiza jep shumë detaje, shumë rrethona, da unë gjyqtarët e Ferizojt nuk kanë marrë vendim në bazë të asaj. Se i njëru shumë edhe ekspertizë në marrë, faleminderit më shumë. Vazhdojmë për të akuzuar të mënë. Ne qëndrojmë në tërësi pranë ankesës së paraqitur në shtëpi dhe për hir të edhe opinionit edhe për polën e dëmtuar e rikujtojmë se dënshmëria për këtë vepër sipas rikualifikimit është maksimalisht 8 vite dhe i mbrojturi në këtë rast ka marrë dënim prej 7 vitesh, 1 vjet më pak se maksimumi i dënimit. E rëndësishme këtu është që gjatë tërë kohës i mbrojturi e ka pranuar veprën për të shkaktuar nga pakujdesia. Kështu që në këtë rast gjykata konsideron që nuk ka marrë parasysh rrethona të lehtësuese për një dënim më të butë. Për arsye se kuptohet që në aksidente askush nuk dëshiron ti marrë jetën dikujt, se as nuk është i sigurt që edhe jeta e tij nuk mund të mirë.
Po ashtu e kuptojmë faktin se çfarë do dënimi nuk mund ta ngushëlloj polën e dëmtuar. Edhe këtë e dim, edhe për atë shprehim këshore. Se edhe në këtë rast, edhe kërkesa për një dënim më të ulët mund të më reflektu shumë keq të polën e dëmtuar, e kuptojmë këtë. Por na e dim që qëllimi i dënimit nuk është hakmarrja ndaj personit. Vazhdojmë me të akuzumin, jo të në të gjuhë gjyqtarit, para që të përmbartë në argjimin që në shkallë, pas të ankesa, pas të gjuhë të brojës. A ki diska më shtu, përveç asoj që të Një keqollë prosën që ka ndodhur, i qëndroj tërsi, fjore të vëllotit. Atëherë nëse nuk keni vrejke me kasë, sonë të përshënda, për me gjikatë të shkallës së parë, një të këllë një vendosë.